unë edhe mami, edhe nuk ndohemi asnjëherë si në sport, si në zgjedhje, si çdo san që e morëm bashkë. Unë e kam pas një sëmundje shumë shëndetësore, shumë të rëndë, por për krahjen e djalit tim jam sot ku jam. Ngritjen e temperaturave, po ngritet edhe numri i votuesve në qendrën e Prizrenit. Marrët ishim në Dragash ku ndoqëm votimin me asistent që ofrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Aktualisht jemi në njërin prej shkollave ndoshta me numrin më të madh të votuesve në qendër të Prizrenit, është shkolla mesme Gjën Bozuku. Ka numër të madh qytetarëve që po vijnë me votu këto. Procesi po ecë shumë mirë, po para se me dhënë detaje për procesin që po shkon, a ka vështirësi, a ka probleme, sa votues janë, sa kanë dalë deri tash, në mesin e dy votuesve janë edhe zotri Robert Gjeraj dhe zonja Lusha Gjeraj. Robert Gjeraj është futbollist profesionist, ne që jemi të fushës informacionit nuk është se e kemi njoft, po kolegë kanë sugjeruar që një ndër personazhet që javë me bisedu me të është Robert Gjeraj, ish futbollist profesionist, tash trajner, dhe zonja Lusha Gjeraj, me cilën unë njoftuam dhe patëm rastin me pi kafe pak minuta dhe me unë njoftu me juve dhe me njoft një raporti shumë të veçantë që e kanë nanë e birë. Ju faleminderit shumë për kohën. E diela është kthy, nëse mund ta cilësojmë një lloj rituali për juve, çdo palë zgjedhje vini bashkë. Ç'është është dita e diel, dita e zgjedhjeve zakonisht për juve. Po filloj me djalin, pastaj dal me juve për shkak se e kam menduar ashtu me rendit bisedën. Faleminderit mas pari për respektin dhe ftesën. E diela zakonisht për neve ka qenë fush të futbollit gjatë këtyre viteve prej pas luftës, po çdo 4 vjet ose çdo 2 vjet që janë zgjedhjet, atëherë na çdo herë dalim bashkë me votu. Unë edhe mami, edhe nuk ndohemi asnjëherë si në sport, si në zgjedhje, si çdo san që e morëm bashkë, normal për të mirën e sportit, të mirën e futbollit, të mirën e jetesës qytetarëve, para sa mujna me kontribu edhe me u bë shembull për tjerë se jetojnë në këtë vend edhe duhet me kontribu sa më shumë për vendin tonë. Çdo herë na dalim bashkë me votu në fush. A ka hezitim në herë prej nonës ose prej teje që mos me dalë edhe bani sebeb toni që me dalë tjetri? Jo, nuk ka ndodhur asnjëherë me pas hezitim, se çdo herë kena menduar që normal e mira nuk ka asnjëherë skaj edhe për të mirën e mas pari për të mirën e qytetit, atëherë edhe për të mirën edhe të shtetit që se na me votë edhe me kontributin ton nëpërmjet votës edhe e përcaktojmë edhe të ardhmen ton. Kështu që normal do të me votu edhe me kry obligimin që e kena si qytetarë, se na jena ata që e mojmë shtetin edhe qytetin, kështu që nuk kena pas asnjëherë na hezitim, çdo herë kena shku bashkë, mirë po çdo herë mendimet e kena pas dorsa të kundërta, nuk i kemi përzi këtu asnjëherë kur njëri tjetrit, kështu që secili ka mendimin e vet, po me kena kontribu çdo herë bashkërisht. Zonja Lusha Gjeraj, treguat më herët që djali përkujdeset fatmirësisht shumë për juve, po kujdesin ndaj juve ju e keni mbjellë te djali prej 94-s, nëse s'gaboj, i ka hi futbollit. Treguat që keni bërë sakrificë të madhe që djali me u bë sportist, futbollist profesionist, madje tash edhe trajner i respektuar në botën e sportit. Po, me djalin jam shumë e lidhne. Unë e kam pas një sëmundje shumë të shëndetësore, shumë të rëndë, por për krahjen e djalit tim jam sot ku jam. Edhe mendoj të jetoj për ta gjithmonë. Po dhe ju keni bërë sakrificë të madhe kur keni qenë moshë më të re, djali ka qenë më i vogël. Treguat që nuk ka ndeshje as kur kanë trajnim, po as kur ka lujt që s'keni shku. Po asnjëherë nuk e kam lënë pa shku si në servitje, si në lojë, si çdo kund që ka marrë ky, unë jam kanë prantine dhe afërtine dhe kam shku gjitha lojë, gjitha servitjet me ta bashkë. Edhe sot e kësaj dite jam prapë me ta deri në asdekje kam qenë me ta bashkë. Para se me përmbyll, tregove që e ke bërë një sakrificë edhe, besoj që je modest do me përmend, po tregove që nuk e ke ndjek një rrugë që ka mujtë me që drejtë suksesin në karrierë për shkak sakrificës që është dash me nejtë ofër nanës tane për shkak një smundje të cilën fatmirësisht e ka kalu. Unë e kom cek edhe në për intervista tjera kur kam dhënë, unë e kam pas një mundësi ndoshta me depërtu si futbollist, së shumë futbollist tjerë kosovar në atë kohë, në vitin 2007 me depërtu jashtë, një ofertë e kom pas në Vllazëri Shkodrës, po në atë moshë më ka vdek baba i ri edhe mami ka met vetë të shtëpia dhe unë e kom refuzu pas 3 ditëve ftesën ju më kthy për me nejtë ofër nanës. Sikur që prapë më kthy koha mrapa dhe me ndodhë njëjtë sen, unë nuk jam pishman edhe prapë e kisha marrë të njëjtin vendim. Se në fundit nanat neve na kanë rritë dhe na kanë përkra deri tash ku jemi këtu dhe vazhdojmë me na përkra, kështu që ja vlen një sakrificë e tillë. Ata që nuk e përkrojnë prindë vet, atëherë nuk di çka kanë me përkra tjetër. Për atë arsye dhe jemi çdo herë bashkë edhe në ditën e zgjedhjeve. Po, edhe në ditën e zgjedhjeve, kudo që kena mundësi me kontributi diçka, atëherë pse jo jena bashkë.
Pyetja e fundit, gjithmonë duke respektuar heshtjen zgjedhore, çka ka nevojë komuniteti i sportit në rajonin e Prizrenit, kushtet, gjithçka edhe në raport me juve si trajner, edhe në raport me fëmijët, një që futbolli tjetë kulturë, po edhe tjetë sport edhe fitim prush, pse jo? Unë e tu njës për i vedet edhe për profesionit që veç ta shpedim, normal edhe komuna edhe shteti ka nevojë sa ma shumë me bo terene sportive, me ndrejt shëndetësinë, me ndrejt qarësimin që me pas futbolist, se kur je futbolist e ki non-stop jetën rrezik, sepse është një sport shumë i rrezikshëm, ajo dihet që është sporti më i rrezikshëm, njëkohësisht edhe më i mirë në botë, po ka lëndime edhe me pas ku fëmia me pas ku mu adresu, me pas një shëndetësi pak më të mirë, me pas terene sportive ku me ushtru që mi ta shpeshojmë shumica e fëmijëve po marrin edhe rrugë të këqija, kështu që për mos milon ata me shku në për rrugë tjera, mi ofru kushte që mi motivu ata që për marrin stërvitje, normal me pas terene sa më shumë, se nuk është çdo sen që bëhet më tepër se ka tash terene sportive, çdo herë që bëhet më shumë është sa më mirë për qytetin edhe për shtetin. Nuk është që është keq, mirë po na po votojna edhe po shkojna për mu bë edhe më mirë për sportistat, për qytetin, për rinin ton, kështu që sa më shumë që bëjmë terene sportive, i arsimojna më mirë edhe ka shëndetësi, atër është një jetë më sigurt. Normal unë po them ato që mu takon profesionin tem, po ka edhe njerëz tjerë që në përlambi ndryshme kërkojnë kërkesat e veta, sa më shumë që plotësohen këto, atër është aq më mirë edhe për neve, edhe është edhe më thjesht atër edhe me votu. Mirë, ju falenderoj shumë. Fillimisht për durimin që na pritet të tjera me prit pak minuta, ndoshta edhe gati një orë. Ju uroj shëndet, edhe një mesazh i mirë për krejt ata që po ju shohin, me marrë familjarët e tyre, me ardhur me votu edhe mos më anku tani 4 vjet. Po unë mendoj që do të më dalë gjithë me votu, pavarësisht se çfarë bindje kanë, se najna të votu, najna ata që vendosin për të ardhmen tonë. Duke mos dalë, na vetëm e shkatrojmë të ardhmen tonë, kështu që duhet me dalë gjithë me votu edhe le të fiton kush më i mirë, kështu që vetëm me punu për shtetin, pavarësisht se çfarë partie është, ata kanë me punu për vendin tonë. Kështu që shpresoj shumë që e kena një ardhmë shumë të mirë edhe me vazhdu për këto që i cekëm pak më herët me ecë përpara.